Интересно идут на моята колежка Ениса Ахмети. Изложба што дава печат во годишната програма на културни состойни Центар Скопје. Не случајно ја одели по овој период, првиот период, нејзина жива беше, на нејзина интимна приказка, што ќе ја раскаже, ќе ја представиме сината колешка и мојата колешка новата ви ја поздравам хората кога. Кој воедно го напише и текстот за сега рано новата, се воедно да Familja, kolegë të Enesës dhe jo vetëm. Tasha mirë të ardhit, mirë mbrëma dhe mirë se ju gjetë. Jemi bërë tani më si një familje e madhe që takohet sa herë që artistët vendosin që frutat e një pune të realizuar me shumë dashuri dhe përkushtim t'i ndajnë me publik. Unë jam shumë e nderuar që Enesa zgjodhi që t'i besoj shqisës time për të shkruar një vështrim, do thoja pak më tepër interpretativ se sa kritik për ciklin e fundit të pikturave të saj. Së pari për vlerësimin që kam për vetë Enesën, si një ish studente e imja, një vajzë shumë e edukuar, një kolege sot e realizuar dhe e vlerësuar, dhe së dyti për respektin e madh që kam për profesorin tim, Biftar Mehmetin dhe familjen e tij. Enesa sjell sot para nesh një cikël të ri të pikturave, të cilën e kam emërtuar ajo vetë si mjellma e zezë, simbol i madhështisë. E ballafaqur me realitetin e trisht të humbjes së njerëzve të saj më të dashur, Enesa ka krijuar një realitet paralel artistik që ka për brenda si praninë ashtu edhe mungesën, si mallin dhe dhimbjen, ashtu edhe vlerësimin dhe përulësinë për çfarë ishte dhe nuk është më. Në të tilla raste, ngushëllimi mund të kërkohet vetëm tek kujtimi dhe përjetësimi i tij. Në përpjekje për ta lehtësuar këtë kujtim dhe për të fornizuar këtë ndjesi, Enesa e kthej mungesën e njeriu të saj më të dashur në prani të përhershme, duke e bërë banore poetike të përjetshme të pikturës së saj. Kjo prani projektohet në pikturën e Enesës përmes simbolikës së mjellës. Mjellma si simbol ka një dimension të shumashëm në art. Përdoret varësisht, domethënë prej kontekstit dhe prej narrativës apo edhe prej mesazhit që artisti dëshiron të përcjellë. Enesa e ka trajtuar mjellmën si subjekt edhe në ciklin paraprak, por këtë herë vjen me një kalim domethënës nga simboli i mjellmës së bardhë tek mjellma e zezë, si një simbolik e fuqishme për transformimin, për kontrastin mes dritës dhe errësirës, qetësisë dhe trazimit, pafajësisë dhe misterit, kalimit nga jeta në vdekje ose edhe thjesht ndërimin e gjendjeve emocionale. Ky dualitet i figurës së mjellmës është i pranishëm jo vetëm në art, por edhe në letërsi, mitologji dhe filozofi. Në mitologjinë e lashtë dhe në letërsi, kënga e mjellmës përfaqëson shpesh një lloj lamtumire, një shprehje të fundit të shpirtrave përpara kalimit në botën tjetër. Shprehja ka kaluar në përdorim të gjerë dhe në poetik, duke u përdorur për të përshkruar një akt të shenjtë, një akt të bukur dhe të dhimbshëm që ndodh përpara një ndryshimi të madh ose një fundi. Pikturat e Enesës janë të gjitha interpretime ekspresive, metafora të lirisë, bukurisë, elegancës, hireve dhe madhështisë që përfaqëson ky zog i rrallë ujor, siç është mjellma e zezë. Trajtimi figurativ është gjithashtu një pjesë shumë e rëndësishme e përbojës vizuale që do ofrojnë pikturat e këtij cikli. Ato qëndrojnë në një zonë të ndërmjetme mes figuracionit dhe abstraksionit. Pjesa më e madhe e pikturave që do t'i shihni sot e shfaqin mjellmën në një pozitë dinamike, me flatra të hapura, duke simbolizuar kështu kërkimin për liri, lëvizjen dhe ndonjëherë edhe peshën e tragjedisë që mund të mbartë ky fluturim. Enesa ka zgjedhur që përkundër vrishtësisë dhe elegancës që karakterizon mjellmën, teksin ta vë tek fuqia e saj në fluturim. Kontrastet e forta të ngjyrave, përdorimi i penellatave të ndrasha ekspresive si të teksturat e tekstuara që ka krijuar, e përforcojnë edhe më tepër idenë e dualitetit emocional dhe vizual. Ngjyrat e ndërmjetme krijojnë një ekuilibër emocional që të grish, një vend të përkohshëm për një mjellmë që nuk është më as në ujë dhe as në ajër. Ky gradient ngjyrash e vendos mjellmën si subjekt në një moment gjysmë fluturimi,
me trupin në hije dhe me kokën e kthyer drejt dritës. Prania e disa mjellmave në një folet të vetme në disa nga pikturat e këtij cikli ofron mundësi të reja për interpretim. Koncepti i foles ka një simbolik të thellë dhe universale, duke u shfaqur në mënyra të ndryshme për të përfaqësuar ide si familja, ndjenja e përkatësisë, rrotësisë, rishtësisë, mbrojtjes dhe fuqisë së heshtur, karakteristika ato që i mbishën mjellmës si simbol i besnikërisë dhe dashurisë së përjetshme. Të gjitha ato që na ndodhin në jetë, gjithçka na jepet si lëndë e parë për të formuar artin tonë. Unë edhe në tekstin që kam shkruar për këtë ekspozit, por edhe sot, kam bërë një krahasim që mendoj se i shkon shumë Enesës dhe mesazhit që mendoj se ajo dëshiron të përcjellë tek ju. Ajo çfarë vërejmë në errësirë, kur papritmas fiket drita, në atë vendimin e parë të plot, është aftësia e syrit për të mësuar me teke, për të shquar format e sendeve dhe konturat. Zbulon dal se e zeza ka nuancat e veta dhe na lejon të dallojmë konturë dhe hije. Për rinjohjen e tyre sigurisht të ndihmon kujtesa. Enesa në këtë cikël pikturash ka përdorur artin e saj për të dhënë tekstin tek zbulimi i sërishëm i dritës. Pikturat e saj janë një përpjekje për të sfiduar harresën, për të përjetësuar kujtimin dhe për të përcjellur mesazhin se dashuria është e përjetshme, është ajo që na shoqëron gjatë gjithë jetës deri në fluturimin tonë të fundit dhe ritakimin me njerëzit tonë më të dashur. Pas kënaqësisë dhe luftës së brendshme që përjeton artisti gjatë procesit të krijimit, ndjesi luturia sigurisht përbën momenti i përballjes me publikun dhe una që bën vepra deri tek të tjerët. Mbase për t'i ngushëlluar apo dhënë kurajo atyre që kanë pasur një përvojë të ngjashme si Enesa, ose thjesht për t'u kënaqur me fuqinë magjike që ka arti. Të nderuar të pranishëm, të nderuar profesor, kolegë, ardashës, të nderuar nxënës, student, miq, familjar, mirëmbrëma. Pas asaj që profesoresha Nora tha, pas atij teksti të përkushtuar që reflekton mesazhin e fjalës së bukur për ta transmetuar atë që unë përjetova dhe atë që desha ta transmetoj tek publiku, nuk kam shkak të shtoj tjetër përveç të dalte pjesa e falënderimit. Falenderoj profesoresh e nderuar për dëshiprimin kaq të bukur dhe për transmetimin kaq të rikë të veprave të mia. Falenderoj bashkëshortin tim për përkrahjen dhe mbështetjen permanente që më dhuroi. Falenderoj profesor Miftar Mehmetin, i cili ka qenë uzrefyesi dhe shtylla më konsultative që kam pas gjatë gjithë këtij procesi. Falenderoj Ministrinë e Kulturës për mbështetjen financiare. Falenderoj familjarët e mi, të cilët çdo kush në mënyrë vete kanë kontribuar dhe më kanë dhënë përkrahje të sinqertë. Dhe ç'është më kryesorja, një falënderim që buron nga zemra për të gjithë ju të pranishëm që datë kohë dhe më respektuat mua dhe artin tim. Të them të drejtën, jam pozitivisht e befasuar për këtë numër kaq të madh. Ky numër mua sot me një mesazh të qartë më bën të vetëdijsohem për respektin që pas kam në shoqëri. Faleminderit shumë. Në galerinë e Qendrës Informative Kulturore në Shkup, mbrëm, heshtja foli me ngjyra. Mjellma e zezë, simboli i madhështisë, është titulli i ekspozitës së piktores Enesa Mehmeti, e cila përmes telajës ka gdhendur kujtimin për nënën e saj, një nga viktimat e tragjedisë autobusit të djegur në Bullgari. Kjo ekspozit nuk është vetëm një rrëfim personal i dhimbjes, por një udhëtim emocional që ka përcen kufijtë e humbjes. Në veprat e saj, e zeza nuk është më simbolizis, por një formë tjetër ngjyre që shpërfaq brendin. Malli është ndruar në prezencë të fuqishme shpirtërore, ndërsa errësira ka marrë trajtën e dritës. Për Enesën, simboli i mjellmës së zezë përfaqëson më shumë se thjesht një figurë estetike. Mjellma e zezë është një nga krijesat më tralla dhe më të veçanta, por edhe një simbol i thellë që përfaqëson madhështinë, misterin dhe fuqinë e individualitetit, shprehet ajo.
Ajo nuk ka nevojë të jetë e bardhë për qenë e bukur dhe pikërisht kjo e bën të veçantë. Sipas artistes, mjellma e zezë bartë edhe një dimension shpirtëror. Ajo lidhet me transformimin dhe fuqinë për të përballuar vështirësi. Është simbol i rezistencës, i përkushtimit dhe një bukurie që sfidon kohën dhe rrethanat. Duke i dhënë jetë simboleve, Enesa i jep zë kujtimeve për nënën e saj, duke i kthyer ato në një burim madhështie. E gjithë madhështia për mua janë kujtimet, mburja dhe mirësia që nëna ime ka lënë pas. Dështoja se çdo kush mund të gjejë madhështinë e nënës në mjellmën time të pikturuar, thot ajo. Ekspozita Mjellma e zezë, simboli i madhështisë, është një ftesë për të reflektuar, për të ndjerë dhe për të parë se si edhe dhimbja më e thellë mund të rikrijohet në formën më të lartë të artit. Si që thamë në hyrje, jemi në ekspozitën e profesoreshës dhe piktores Enesa Mehmeti, familja e njohur Mehmeti që ka disa piktor në shtëpi, kështu që supozoj që kjo ekspozit sigurisht ka ardhur edhe në konsultim me piktorin Miftar Mehmeti, i cili është një kritik i madh. Besoj ka qenë edhe ndihmës, po edhe një lloj angazhimi pak më i tepërt nga ana e Enesës. Sidoqoftë, më duhet ta theksoj se ekspozita e parë e Enesës, e cila ka qenë me mjellmat e bardha, më ka mësuar për herë të parë që mjellmat këndojnë vetëm një herë në jetë dhe ato para se të vdesin, dhe po ashtu ka mësuar që mjellmat kanë një raport shumë sinqert dhe shumë besnik dhe nuk qiftëzohen me mjellmat tjera, kështu e ka mësuar më duket. Po sidoqoftë, sonte ne do flasim për mjellmat e zezat si simbol i madhështisë, kështu quhet ekspozita jote. Fillimisht të përgëzojmë për punën e mrekullueshme që ke bërë, edhe si ndihesh të pyes të parën pyetje, pas krejt fjalëve që ke marrë nga krejt të pranishmit sa ishin këtu. Njerë ju falemderit, me të vërtet, do me thonë, sinceriteti juaj tek bashkëbiseduesi e jep një liri dhe një rahati. Edhe me të vërtet është kënaqësi që krejt kjo puna ime të transmetohet nëpërmjet emisionit tuaj, Xhamazi e dashur. Fillimisht nuk mund ta mohoj befasinë e këtij numri të madh. Me të vërtet më ka dhënë një ndjesinë e respektit, një ndjesinë e vlerës si artiste, edhe si një rol shoqëror, si profesoresh, si nanë e kështu me radhë. Pak para e ceke, do me thonë, mjellmat janë subjekt që trajtoj unë prej qysh në fillim, do me thonë, fillimisht e kam trajtuar si temë diplome, në përpjekje për të gjetur diçka më të re, rastisi sa te mjellma. Mjellma, do me thonë, ka kontributet më cilësore si pastërtin, bukurin, elegancën, ndërsa kalimi që kam bërë prej te mjellma e bardhë te e zeza ka qenë një kurreshtje imja e cila gjatë studimeve rezultoi të jetë shumë e këndshme. Vërejta se edhe mjellma e zezë edhe e bardha kanë të njëjtat kontribute, mirë po mjellma e zezë me një cilësi shtesë, siç është ajo e madhështisë. Edhe nëpërmjet mjellmës, duke qenë edhe simboli i transformimit edhe i fuqisë për të pranuar ndryshimin, unë e gjeta veten edhe e pashtë arsyeshme që nëpërmjet asaj ta përcjellte publiku ndryshimin që unë e përjetova, edhe pse mund të jetë edhe i trisht. Enesa, do të thuash që këtë ekspozit, me fjalë më të thjeshta, ti ja ke kushtuar nënës tënde, e cila ka qenë njëra nga viktimat e autobusit në Bullgari. Qoftë e kaluar kjo, por madhështore është po ashtu edhe transformimi që ti ke arritur ta kthesh dhimbjen në art. A është e vështirë për një artist? E vështirë është, nuk mund ta them. Mirë po, ajo që doja unë të përcjellja te publiku është, do me thënë se unë e kam pranuar atë si pjesë tjetës, edhe se dashuria për nanën nuk kam mbaruar, kam marrë një formë tjetër, një formë të cilën e përcjell unë përmes artit. Do me thënë, krejt kjo madhështia ju që shihni sot, do me thënë, është ndërtuar mbi vlera të sinqerta, mbi dashurinë, edukatën, cilësinë që ajo ka trashëguar te unë, edhe mbi gjithë mirësinë që ajo ka lënë pas. Do me thënë, është madhështia e kujtimeve, madhështia e mallit si formë dashurie, edhe është dedikim për te, edhe në fakt, në qoftë se, do me thënë, analizojmë ose bëjmë një thellësim etik, çdo kush mund ta sheh madhështinë e nënës
ose personave të dashur tek pikturat e mia. Enesa, a ka ndonjë pikturë që e ke përjetuar më thellë emocionalisht këtu sonte të ekspozuar apo secila ka dozën e vet të emocionit? Do me thënë, pikturat janë emërtu ashtu siç i kam përjetu në momentin kur kam pikturu. Për shembull, këtu kemi piktura titullohet Nën krahët e harmonisë. Do me thënë, unë në kretë këto nuancat me cilat kam lozur me lojën, kjo loja e krahëve, do me thënë krenaria, mburja, për tim mëm, do me thënë, është harmonia vetë, është madhështia vetë, është kujtimi i bukur që kam me të, edhe çdo piktur është, si me thënë, koncept në vete. Pash që kishte shumë piktura, ndoshta ishin mbi 30, nëse nuk gaboj, nuk e disa janë sakt me numër. 9 janë, po. Për sa kohë, për sa periudhë kohore janë realizuar këto? A janë krejt këto të krijuara, të pikturuara mbas tragjedisë apo ka edhe piktura që i ke të mëhershme? Po, do me thënë pikturat janë pas tragjedisë, do me thënë janë një tentative ime kryuse që ndërtohet gati rreth 33 vite. Do me thënë në moment atër nuk kam qenë të them e gatshme që të bëj art, më me kalimin e kohës, ashtu si që pranoja të vërtetën, arrita të gjej një mënyrë për, si që thash pak para, të transmetoj publikut se e kam pranu me të dhe unë jetoj me madhështinë në nësime. Do kisha dashur të di pakës më shumë mbi teknika që ke përdor, ngjyrat që ke përdor, stilit, gjitha këto që e bëjnë një pikturë që të duket vizualisht kaq bukur. Teknika e pikturimit është akril në pëlhur, do me thënë kam përdorur ngjyrat akril. Teknika është e kombinuar, brush, shpakula, në momente ka pas kur kam përdor edhe lecka për ta përfituar një teksturë të caktuar. Kjo. Enesa, takova edhe nxënësit e tu që kishin ardhur ta përcjellin ekspozitën, ti gjithashtu je edhe një profesoresh shembull në Tetov, në qytetin e Tetovës dhe më gjerë. Je një grua që frymëzon, besoj, brezat që vinë. Si është ndjesia të vinë nxënësit në ekspozitë? Besoj ke takuar dhe ato janë mburur me ty. Unë mendoj se arritja më e madhe e një profesori është, do me thënë, për vlerën e vetë do ta shet tek nxënësit. Ardhja e nxënësve dhe përkraja e tyre për mu është shumë e madhe. Me thonë, unë kam fitu respektin dhe kam fitu dashurin të këta dhe besoj se do t'jem edhe model që do t'ndjekin në të ardhjën. Më ke përmendur që një bashkëpunëtori yti në shtëpi është dhe vjehri yt ose piktori Miftar Mehmeti, fatmirësisht, po. Si ka qenë bashkëpunimi në lidhje me këtë ekspozit? A ka qenë njeriu që e ke konsultuar më shpesh? Po, do me thonë profesor Miftar Mehmeti ka qenë... A i thua profesor o babi? Babi, baba, ashtu ka qej fajta frasë. Profesor Miftar Mehmeti ka qenë në fillimet e parë, do me thamë prej të skica e parë, ka qenë, si që e thash edhe parës, shtylla më konsultative që kam pas. Do me thamë, në momentin kur rajmë thëjte, Nesa, shumë e bukur është, unë u rahatosha në çfarë do lloj mënyre, edhe do me thamë një kuraj o shtesë për të vazhdu pikturën tjetër, është normal, kemi pas edhe kur kritika negative, për shembull, nësa kjo s'bën, këtu duhet shtësh ashtu, unë e kam respektu edhe me të vërtet jam shumë befat që e kam edhe në shtëpi. Sa ditë do qëndrojë hapur ekspozita për gjithë ata që dëshirojnë që ta përcjellin këtë ekspozit? Ekspozita do t'jetë deri më 7 maj hapur. Edhe një diçka, Enesa, se nuk ta thash që në fillim, ndërsa e kisha në plan të thoja të parën. Emërtimi Mjellma e Zezë prita që të dominojë ngjyra e zezë, por nuk ishte kështu. Faktikisht me që ti e ke transformuar dhimbje në art, i bie që dhimbja jote ka marrë ngjyra, nuk ka dalë krejtësisht e zezë, ashtu siç pritëm ndoshta të gjithë. Kjo i bie se ke ditur bukur ta përballosh atë dhimbje dhe bukur ta nxjerrësh në ekspozitë. Në momentin, do me thënë, kur kam kuptuar se Mjellma e Zezë është një simbol i transformimit, do me thënë, ose pranimit, ose përfaqësim, përqafimit të një ndryshimi,
do me thënë dalja nga errësira në dritë, kuptova se edhe Mjellma ka edhe pse, do me thënë e zezë, mi po ka kontraste, faktikisht ajo nuk përfaqëson atë errësirën, po thellësinë dhe kompleksitetin. Mjellma e zezë, do me thënë, është e bukur edhe pse nuk është e bardhë, do me thënë ka edhe dimenzionin shpirtëror, do me thënë përqafimi, dashuria për atë që nuk është më, madhështia, drejtësia, përullësia për të dëgjuar të tjerët, edhe do thot gjithçka që është virtyte morale dhe etike. Faleminderit shumë faleminderit. Ndërsa kuratoria Nora Halimi shkruan, Bjorku, një nga artistët më të vlerësuara në historinë e muzikës, e njohur për eksperimente të guximshme artistike me simbolik të thellë dhe estetik të veçantë vizuale, ka thënë: pas tragjedive, njeriu duhet të shpik një botë të re, ta thurr ose qëndis, ta sajoj atë. Kjo botë nuk do t'ju jepet sepse e meritoni. Nuk funksionon kështu. Duhet të imagjinoni diçka që nuk ekziston. Të gërmoni një shpellë në të ardhmen dhe ta kërkoni hapësirën tuaj. Është një çështje shprese territoriale. Në fillim, ky gërmim duket utopik, por në të ardhmen do të bëhet realiteti juaj. Ky gërmim sjell para publikut një cikël të ri të pikturave të autores Enesa Mehmeti, të emërtuar nga ajo vetë si Mjellma e zezë, simboli i madhështisë. E ballafaquar me realitetin e trisht të humbjes së njerëzve më të dashur, Enesa ka krijuar një realitet paralel artistik që ka për brenda si praninë, ashtu edhe mungesën, si mallin dhe dhimbjen, ashtu edhe vlerësimin dhe përullësimin për çfarë ishte dhe nuk është më. Në rastet të këtilla, askund tjetër s'mund të kërkohet ngushëllimi përveç se te kujtimi dhe përjetësimi i tij. Një përpjekje për ta jetësuar këtë kujtim dhe për t'i kurnizuar këtë ndjesi, Enesa e kthen mungesën e njeriu të saj më të dashur në prani të përhershme, duke e bërë banore poetike të përjetshme në pikturën e saj. Ashtu si që edhe potencuam që kuratore e kësaj ekspozite është profesoresha Nora Halimi, ajo ka bërë një analizë të thukt lidhur me krejt përmbajtjen e ekspozitës, pra pikturat e përzgjedhura. Më sakt, ajo i ka përzgjedhur dhe të shohim arsyet se pse këto dhe nëse ka të tjera të cilat nuk janë vënë në ekspozim. Përshëndetje fillimisht, urime për ekspozitën, do kisha dashur pakës më shumë lidhur me përzgjedhjen e pikturave. Sa janë në numër dhe a ka të tjera përveç këtyre? Përshëndetje Xhemazie, përshëndetje edhe për të gjithë shikuesit e televizionit Alsat. Kënaqësi që ju shohim gjithmonë pranë artistëve dhe aktiviteteve tona. Kjo ekspozitë është konceptuar pa një numër të caktuar të pikturave. Gjatë aranzhimit, autorja, disa nga piktura që kemi pas në galeri, kemi kthyer për shkak se ka pasur, domethënë sa i përket volumit, një sasi më të madhe të pikturave. Unë jam shumë e nderuar që Enesa zgjodhi t'i besoj shqisës time për të bërë një vështrim që do thoja është më tepër interpretativ se sa kritik për këtë cikël të ri të pikturave, të cilin ajo e ka emërtuar si Mjellma e zezë, simbol i madhështisë, dhe gjatë punës së këtyre vështrimeve u zakonisht ndalem në 3 pika kyçe. Pika e parë është sigurisht subjekti që trajton artisti, pastaj trajtimi figurativ i veprës, në rastin konkret pikturave të Enesës, dhe sigurisht i fundit mesazhi që artisti dëshiron të përcjellë tek publiku nëse ekziston një i tillë. Enesa e ka trajtuar Mjellmën si subjekt edhe në ciklin paraprak, por këtë herë në këtë ekspozitë vjen me një kalim domethënës nga simboli i Mjellmës së bardhë në Mjellmën e zezë, si një simbolike fuqishme për transformimin, për kontrastin e dritës dhe errësirës, pafajësisë dhe misterit, kalimin nga jeta në vdekje, ose edhe thjesht ndërimin e gjendjeve emocionale. E cekot edhe në hapje, edhe në tekstin që e keni shkruar, që Enesa nga një tragjedi personale, nga një dhimbje personale ka krijuar, atë dhimbje ka kthyer në art. Dhe keni cituar këtu dhe Bjorkun, këngëtaren e njohur. Si ka arritur ta bëj këtë? Sipas jush artistëve që e dini më së miri se si bëhet ky lloj transformimi? E ballafaquar me këtë realitetin e trisht të humbjes së njerëzve të saj më të dashur, Enesa e ka krijuar këtë
realitet paralel artistik, duke e kthyer mungesën në një prani të përhershme, duke e bërë njeriun e saj më të dashur, banore poetike të përjetshme të pikturës së saj. Ajo që doja si tem të përcjell para publikut sot, por edhe që mendoj se është mesazhi kryesor që Enesa deshi të përcjell, është që pavarësisht terit dhe hijeve që mund të na kaplojnë në periudha të caktuara të jetës, kokën duhet ta kemi të kthyer gjithmonë drejt dritës. Enesa mesazhin kryesor e ka tek dashuria e përjetshme që kemi ne për njerëzit tonë më të dashur, dhe kjo dashuri sigurisht që na shoqëron të gjithëve deri në fluturimin tonë të fundit dhe ritakimin me njerëzit tonë më të dashur. Në fakt, emërtimi Mjellma e Zezë, sikur pakës ta dikton se cilën ngjyrë do ta ndeshësh pakës më shpesh në ekspozit, por unë u befasova pasi ndoshta e Zeza ishte vetmja që mungonte këtu, pavarësisht që quhet Mjellma e Zezë. Si e ke lexuar ti këtë praninë e ngjyrave dhe që nuk dominon e Zeza, ashtu siç ta dikton pakës emri i ekspozitës? Trajtimi figurativ është sigurisht një pjesë shumë e rëndësishme e përvojës vizuale që të japin ekspozitat e këtilla. Enesa ka përdorur kontraste të forta të ngjyrave, ka përdorur penelata ekspresive të trasha, si dhe ka krijuar tekstura të theksuara të cilat sikur e fuqizojnë akoma më tepër idenë e këtij dualiteti edhe emocional edhe vizual. Mjeshtria me të cilën i ka gërshetuar ngjyrat e ngrohta dhe të ftohta, në rastin e Enesës nuk është thjesht një ta themi gjuhë figurative, por është një dramë kromatike e cila flet për këtë transformim të brendshëm të vetë autores, si vizual ashtu edhe emocional, si në jetën reale ashtu dhe në atë artistike. Do ishte vështirë nëse do të kërkonim pikturat që ti ke më qef? Ke ndonjë që e ke më të preferuar? Kur autorët punojnë një cikël, do me thënë janë si, të gjitha pikturat janë si frutat e një trungu, dhe është vështirë që të bëhen ndarje. Do më duhet edhe pak kohë që t'i shijoj kështu të ekspozuara përpara publikut dhe pastaj pse jo, mund të bëj edhe ndonjë përzgjedhje. Por në përgjithësi mendoj se të gjitha janë të realizuara shumë mirë, të gjitha janë realizime ekspresive, janë metafora të lirisë, bukurisë, elegancës, hireve dhe madhështisë që përfaqëson Mjellma e Zezë. Faleminderit edhe juve. Në ekspozit takojmë një njeri të rëndësishëm të piktores Enesa Mehmeti, takojmë profesorin Miftar Mehmeti, piktorin e njohur, që kemi nderin ta kemi ne si shqiptar në përgjithësi,
por që është më e bukura sepse Enesa e ka pasur dhe profesor njëkohësisht përpara se ta kishte vjehër dhe të jetonte me të në shtëpi. Ajo për vete thot se ka kritikun e parë, njeriun e parë të cilin e konsulton pas çdo vepre të cilën e ka pikturuar. Ndaj, profesor, urime fillimisht për ekspozitën e Nuses, sepse është interesant se ti përjeton ndjenjë të dy fisht, edhe vajza kur ka ekspozit, po edhe Nusja. Unë e Enesën edhe nëzonse në gjimnas, edhe studente, pa edhe më në fundi dhe Nuse, edhe nëna e dy nipnive të mi, gruje e fatonit gjajtim, që që Nusja e shpis tonë, edhe se përket pikturave, e vërtet se Enesa vetëm ka artë, edhe e ka pru pikturën edhe unë ja kam dhonat bindjen e saj, ajo me fjalët e mia e ka vërtetu bindjen e vetë për pikturën e vetë. Por para se të them diçka për krijtarinë e Enesës, unë do të shfrytëzoj rastin njerë të përshëndes në Norën me atë përshkrim zakonisht bukur që e bani për ekspozitën e Enesës. Kështu që edhe sonde, pa edhe dje jellëdëzim një libër me një 2 libra për Renesansën edhe për Barokun, ndërnysha në kohën e fundit edhe me do piktura, edhe me do, më thonë, kjo javë ka qenë një javë shumë e bushme për botën femnore që merret me krijtari artistike. Ndërsa se i përket pikturave të Enesës, unë gati çdo ditë i kom pas, se ashtu e kemi vendin, unë e kam ateljen nalt, Enesa punon në katin e vetë, me po pikturat i lenë në shkallë, i lenë andej këndej, kështu që të boshadiset dhoma, kështu që i shoh çdo minutë e çdo orë që hipin në atelje, edhe i shoh kështu me një farlli, si të themi një shi, edhe shoh se ta të rritë ka një gjuhë tjetër. Hipin nalt në atelje edhe atje drënushë që ka ngjerë do piktura nga koha e magjistrimit. Kështu që pikturat e mia e kanë pas kohën e vetë. Kështu që sot kanë ndryshuar krejtësisht për ka e mbara, për ka më e mira, si në ngjyrë, si në shprehje. Kështu që Enesa pat di ekspozitat e saj. Kjo e fundit që sonde e pat, është ajo më e fuqishmja, e cila unë nuk them se të tjesë më e mira, por është në rrugë të mbarë Enesa, edhe jo vetëm unë, por çdo kush pret më shumë nga Enesa. Enesa përveç se o piktore, Enesa është edhe profesoresh me zënë në shkollën tekstile, po kuptoj se i ka dhënë shkollës tekstile një emën tjetër me angazhimin me nxënësit, me ekspozitat që bën. Enesa edhe mirët edhe me shkrime për shokët e vet, për kolegët e vet. Po thonë, është një artiste shumë dimensionale, edhe është pedagoge i jashtëzakonisht e mirë, kështu që ka shumë fuqi artistike që e shpërndan, edhe në arsim, edhe në pikturë, edhe në jetën e saj private me familjen edhe me antarët e shtëpisë. Kësaj radhe si profesor, jo si vjehër, na thoni cila është e veçanta e artit të Enesës, ose kësaj ekspozite sonte, nëse do kishim kërkuar disa veçanti që i ka kjo ekspozitë sonte, cilat janë? Shqyqar në tëtë, unë nuk mund të ndaj Enesa i takon kohës të pikturës të lirë, të pikturës të qyrë gati abstrakte, por një veçantë e sonshme është se ekspozita e Enesës që ka sonde është një ekspozitë e plot. Edhe që ka thotë e plot, kër të hinsh njerë, me njerë të ndalë, të mbisu ndonë, edhe të thotë ndalë o burë, shiqor njerë se ka këtu piktura. As një pikture e Enesës nuk bëlbëzon. Edhe aranjimi që është bërë, pa edhe publiku që ke sonde, mendoj se u përputh punë e Enesës, pikture e Enesës me publikun. Enesa i ka pikturat shumë bukura. Shumë bukura i ka Enesa. Enesa, inshallah, jep
Zoti imër e jetë dhe punon, pjesë shëndoshë, mirë, besoj që ajo dhe arrije qëllimi sa. Pjesë e lumtur në vetë, se ne nuk do bëna Picasso, ama të jemi të lumtur me punën tonë që kemi nesa me punë dhe arrije lumturinë. Te ekspozita takojmë dhe njerëz që veç e i kam parë të gjitha pikturat dhe sigurisht tani do kërkojmë një vlerësim nga Elmedina Abdullaj, lidhur me ndikimin që kishte ky art te ajo. Një vlerësim të përgjithshëm. Unë jam shumë artdashse dhe i vlerësoj të gjithë artistët edhe punën e atyre, mirë po asnjëherë nuk kam pas mbresa kaq të fuqishme si në këtë ekspozit. Gjithçka që u tha paraprakisht, me shumë mjeshtri, me shumë përkushtim, Enesa i ka shprehë të pikturat e veta, edhe unë ndjehem shumë e lumtur që kemi njerëz kaq të vlefshëm në qytetin tonë, që arrin ndjenjat e veta kaq në mënyrë të çiltër t'i prezantojnë në artin e tyre. Ne jemi momentalisht në Shkup, por ne jemi Tetovës për ndryshe. Ekspozita bëhet në Shkup, kjo është diçka e bukur besoj, por nuk është që nuk ndodhin gjëra të bukura edhe në Tetovë. Asociacioni Penda ditë më parë kishte një ekspozit do thoja, në cilën morën pjesë këta artistë shumica që janë dhe sonte, po morën pjesë në një vepër bamirësie, në cilën dhuruan pikturat për të mundësuar shkollimin e shumë studentëve, realisht për të ofruar bursa për studentët. Mund na flasësh pak më gjërësishme që po të takojmë rastësisht, po të zbulojmë diçka edhe lidhur me aktivitetin që u mbajt nga Penda në Tetovë. Aktiviteti nga Penda ishte para disa ditëve, edhe sot e kësaj dite ende mendoj nuk kanë kaluar shumë, po edhe sot shumë u diskutua ajo si një ngjarje shumë e vlefshme, një ngjarje edhe artistike, po edhe fisnike, humane në të njëjtën kohë. Të gjithë artistët aty që ishin prezent vullnetarisht, të gjithë piktorët vullnetarisht, do me thanë pas një kompenzim, i dhuruan pikturat e tyre, dhe të gjithë të ardhurat nga ajo mbrëmjaqe këndshme shkojnë për studentët, për bursat të studentëve, të cilët Asociacioni për Edukim Penda që tash e 10 vite u ofron studentëve. Çka duhet të theksohet, aty kishim një pjesëmarrje të madhe të njerëzve intelektual, arsimdashës edhe artdashës të Tetovës. Fatkeqësisht ne si shoqëri jemi në një, mos të them depresion kolektiv, po jo edhe aq gjendje të mirë, ajo atë natë të gjithë u ndjejtën pozitivisht, do të thënë kishin përshtypje pozitive, edhe në të njëjtën kohë vlerësuan që ajo mbrëmje i ka motivu dhe u ka dhënë shpresa se në fakt në këtë shoqëri ka njerëz të mirë, me qëllime të mira, me vullnet të mirë dhe se ka shpresë kjo shoqëri. Prandaj jam shumë e lumtur që jam pjesë e Pendës, për shkak se është një element shumë i rëndësishëm i shoqërisë. Arsimimi është një element shumë i rëndësishëm i shoqërisë dhe ne nëse duam të përparojmë si shoqëri duhet pikërisht prej arsimit të fillojmë. Këto janë hapat e para që ne mundohemi t'i bëjmë me Pendën dhe jemi jashtëzakonisht e lumtur që kemi përkrahje prej shumë personave, sidomos personave intelektual që tregon se jemi në rrugë të drejtë. Në fakt është një lloj bashkëpunimi, pasi njëra nga pikturat ishte edhe Enesës aty, pikërisht nga ky cikël nëse nuk gaboj, apo jo? Po, ishte nga ky cikël, do me thënë zemërgjërsia e Enesës,
ishte aq e madhe sa që e dhuroi pikturën para se të vjen në ekspozit dhe kjo e bëri ende më madhështore gjestin e asaj. Simbolika e pikturës vetenesa si karakter pozitiv, neve na bani shumë të lumtur dhe i dha shumë më shumë pesh mbrëmjes, për të cilën edhe publikisht e falenderoj nga këtu. Nuk ishte ky vetëm një aktivitet, sepse për një javë ndodhen gjithë ato gjëra, pastaj ishte dita botërore e librit, prap një aktivitet tjetër. Kështu që është mirë me këtë rast kuptojmë edhe si kaloi ky aktiviteti tjetër. Po. Kishim në fakt dy aktivitete edhe në Shkup edhe në Tetov për ditën ndërkombëtare të librit. Siç e thash më herët, në këtë shoqëri kemi nevojë për një edukim të mirëfill. Ajo që për shkak se punoj në bibliotek, ajo që ne mundohemi të bëjmë si kolektiv, si bibliotekistë, është që të promovojmë leximin e librit, të tregojmë të rinjve se në fakt leximi jo vetëm që të hap dritare, vizione të reja, jo vetëm që të ndihmon të zhvillosh një karrierë të mirë, po të ndihmon edhe të kesh një karakter të fortë. Njeriu me karakter të fortë edhe njeriu me vizion të mirë, me mendim kritik ka edhe shumë vetbesim. Të gjithë njerëzit me vetbesim janë jo vetëm mirë për veten, për familjen e vete, po edhe për shoqërinë. Kështu që kjo është një zinxhir ngjarjesh të cilat kanë ndikim direkt në përmirësimin e edukimit dhe në zhvillimin e shoqërisë në këtë vend. Faleminderit shumë edhe juve. Ekspozita me shpresën që do ta vizitoni ditëve në vijim, do t'jetë e hapur ekspozita për të gjithë ata që dëshirojnë të shohin punën e mrekullueshme të Enesa Mehmetit, profesoreshës, piktores, intelektuales së rrallë. E dim që puna e saj gjithmonë vlen të ndiqet dhe pikturat sigurisht do jenë edhe në shitje për ata që janë të interesuar. Ne do ndajemi nga emisioni Ftesë në studio për të takuar ditëve në vijim. Tani më kemi shumë ekspozita, shumë promovime, shumë gjëra që kanë të bëjnë me artin, aktivitetet të cilat do përpiqemi që t'i ndjekim të gjitha për ju së bashku me Ilmie Zhakun, moderatoren, gazetaren ton, kolegen ton. Mirupafshim deri në emisionin e radhës.